Numri i elementëve të bashkësisë A bashkuar me bashkësinë B. Po marrim shembullin e parë. Bashkësia A ka element 1, 2, 3. Bashkësia B ka 4, 5. A bashkuar për B janë të gjithë elementët që bëjnë pjesë në A ose në B. 1-shi, 2-shi, 3-shi, 4, 5. Kjo është bashkësia A bashkuar me B. Numri i elementëve të A-s është 3. Numri i elementëve të B-s është 2. Numri i elementëve të A bashkuar për B është 5. Në këtë rast themi që numri i elementëve të A bashkuar për B është i barabartë me numrin e elementëve të A-s plus numrin e elementëve të B-s. Në këtë rast, A-ja dhe B-ja nuk kanë asnjë element të përbashkët, pra N e A prerë për B është 0, prerja është boshe. Shembulli i dytë. Bashkësia A ka A, B, C, D element. Bashkësia B ka C, D, E, F. A bashkuar për B janë elementët e A-s, A, B, C, D. Elementët e B-s që nuk bëjnë pjesë në A është E-ja dhe F-ja. Në këtë mënyrë gjendet A bashkuar për B. Janë elementët që bëjnë pjesë në A ose në B. Numri elementëve të A-s është 4. Numri elementëve të B-s është 4. Numri elementëve të A bashkuar për B është 6. A prerë për B në këtë rast është C-ja dhe D-ja, bashkësia e prerjes së tyreve A prerë për B. N-ja e A prerë për B-s është 2, ka 2 element. Në këtë rast themi N e A bashkuar për B është e barabartë me N e A-s plus N e B-s minus N e A prerë për B. Kjo është formula e përgjithshme për të gjetur numrin e elementëve të bashkësisë A bashkuar për B. Numrin e A-s plus numrin e B-s minus numrin e A prerë për B, sepse nuk mund t'i vendosim 2 herë C-n dhe D-n. Ushtrime. Jepet N e A-s 5, N e B-s 10, sa është numri maksimal i mundshëm? Në qoftë se këto dy bashkësi nuk kanë element të përbashkët, do me thënë nuk priten, N e A bashkuar për B është 5 plus 10 baraz me 15. Dhe i prerjes, maksimal i prerjes është i barabartë me 5 në rastin kur të gjithë elementët e bashkësisë A bëjnë pjesë në bashkësinë B, do me thënë A-ja përfshihet në B. Jepet numri i A bashkuar për B-n 14. Numri i A-s është i barabartë me numrin e elementëve të bashkësisë B. Numri i A prerë për B është 6. Gjeni numrin e elementëve të bashkësisë A. Kemi formulën. N e A bashkuar për B është e barabartë me N e A plus N e B-s minus N e A prerë për B. N e A bashkuar për B është 14. N e A-s është e barabartë me N e B-s, unë po shënoj me X. X njëra, X tjetra, 2X minus 6. 2X i që këtu është 14 edhe 6, e edhim nga ana tjetër, 20. X-i baraz me 10. N-ja e A-s baraz me 10, edhe n-ja e B-s në këtë rast është e barabartë me 10. Në një grup prej 16 nxënësish, 8 lozin futboll. Pra kemi gjithsej me diagram vetni një grup prej 16 nxënësish. 8 lozin futboll, 10 lozin basketbol. Sa nxënës lozin futboll
por jo basketbol, ne na duhet të gjejmë N e A prerë për B. N e A bashkuar për B është e barabartë me N e A-s plus N e B-s minus N e A prerë për B. N e A prerë për B edhi majtas, N e A prerë për B është e barabartë me N e A-s është 8, N e B-s është 10, minus vete N e A bashkuar për B, 16, kemi 16 nxënës. N e A prerë për B, i bie 18 e që 16, 2. 2 nxënës lozin të 2 sportet. Sa nxënës lozin futbol, por jo basketbol. Ne kishim 8 nxënës që loznin futbol. Po t'i heqim 2 nxënësit që loznin të dyja 8, heqim 2, baraz me 6 lozin vetëm futbol. Lozin vetëm futbol. Në një grup, 20 nxënës mësojnë matematikë, 12 mësojnë kimi dhe 5 nxënës i mësojnë të dyja lëndë. Sa nxënës ka grupi, duke ditur që secili nxënës merr pjesë të paktën në një grup. 20 janë që mësojnë matematikë, N e A-s është 20, N e B-s është 12 dhe N e A prerë për B që i mësojnë të dyja është 5. Sa nxënës ka grupi, na duhet N e A bashkuar për B. A bashkuar për B është e barabartë me N e A-s që kemi 20 plus N e B-s që kemi 12 minus N e A prerë për B që është 5. I bie gjithsej 27. Pra grupi ka 27, 32, heqim 5, 27 nxënës ka grupi. Një klasë ka 18 nxënës, nga të cilët 10 luajnë shah, 7 luajnë ping-pong dhe 4 nxënës i luajnë të dyja lojrat. Sa nxënës nuk luajnë as shah as ping-pong, pra kemi një klasë me diagram veni 18 nxënës. 10 nga këta luajnë shah, 7 luajnë ping-pong dhe 4 i luajnë të dyja lojrat. Sa janë nxënës që luajnë? N e A bashkuar për B është N e A-s plus N e B-s minus N e A prerë për B. Këta janë nxënësit që luajnë të paktën një lojë, e barabartë me 10 plus 7 minus 4, 10 është N e A-s, 7 është N e B-s dhe 4 janë që lozin të dyja lojrat, 13. 13 luajnë të paktën një lojë, klasa ka 18 nxënës. 13 lozin, 5 nxënës nuk luajnë as shah, as ping-pong. Pra 5 nxënës nuk lozin as shah, as ping-pong. Klasa ka 40 nxënës, nga të cilët 60% din të kërcejnë, 80% din të këndojnë. Sa nxënës të klasës din edhe të kërcejnë, edhe të këndojnë. Atëherë, klasa ka 40 nxënës. 60% është 24 që kërcejnë dhe 80% din të këndojnë, 32. N e A-s
është 24. N e B-s është 32. Ne na duhet sa nxënës të klasës din të kërcejnë dhe të këndojnë. N e A prerë për B. N e A prerë për B, mund ta shkruajmë N e A-s plus N e B-s minus N e A bashkuar për B. N e A prerë për B është e barabartë me 24 plus 32 minus 20 e barabartë me 24 dhe 32, 56. 56 minus 20 nxënës që ka klasa, i bie 16. Nxënës pra që din të kërcejnë dhe të këndojnë, në ngelen që janë 16. Në një grup prej 39 nxënësish, numri nxënësve që luajnë futboll është 2 herë më i madh se numri nxënësve që luajnë volejboll. 9 nxënës i luajnë të dy sportet. Sa nxënës luajnë vetëm futboll? N e A bashkuar për B është e barabartë me 39. Numri nxënësve që luajnë futboll është 2 herë më i madh se numri nxënësve që luajnë volejboll. Atëherë po e shënoj N e B-s baraz me X, N e A-s baraz me 2X, N e A prerë për B baraz me 9. Nga formula kemi N e A bashkuar për B, N e A-s plus N e B-s minus N e A prerë për B. 39 e barabartë me 2X plus X minus 9. 39 edhe 9, 28 baraz me 3X. X-i baraz me 16, 2X-i baraz me 32. Nxënësit që luajnë futboll pra janë 32. Sa nxënës luajnë vetëm futboll? 32. Heqim 9, 23. 23 nxënës luajnë vetëm futboll.